shkatërimit të tërësishëm dhe degradimit të ambientit dhe natyrës, për dhe hapësira për rreth. Si rezultat i këtij aktiviteti kemi edhe 3 vdekje. Lidhur me këtë rast, unë fillimisht gjatë në rastit tjetër cilën e kam hetu dhe kam trajtu lidhur me cilën rast dhe kam ngrit akt akuzë, kam pranuar informata mbi bazën e cilat ka rezultuar se si tillë ky aktivitet nuk është aktivitet i rastësishëm, gjithsesi nuk është aktivitet i cili është zhvilluar vetëm një herë, por kam vërtetuar faktin se në raport dhe lidhur me këtë aktivitet kundërligjshëm të mijës së Thëngjillit, ka rezultuar se si tillë është duke u zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme për një kohë të gjatë kohore. Pra janë një pjesë fshatit përreth fshatit Zhilivot, Bivolak edhe fshatit Strac, cilat si tillë këtë aktivitet e zhvillojnë mund të them që nga pas lufta. Pra rezulton që ata e bëjnë mijën e Thëngjillit me mjetet dhe makineri trona, për çka dhe me vetë iniciativë si koordinatori i këtyre veprave penale në raport me mbrojtjen e ambientit, kam autorizuar Policinë e Kosovës, në këtë rast Departamentin e Krimeve trona në Prishtinë, me qëllim që të mbledhen informacione të tjera shtesë në raport dhe me vërtetimin e fakteve sa i përket zhvillimit të këtij aktiviteti të kundërligjshëm penal. Pastaj mbi bazën e raportit pranuar nga ana e Policisë Kosovës, menjëherë kam ndërmarrë edhe veprime të tjera në raport me fillimin e hetimeve, të njëjtën kohë edhe me zbatimin e masave të veçanta hetimore, mbi bazën e cilave edhe kam vërtetuar në mënyrë të plotë, se në rastin konkret, ky aktivitet zhvillohet në mënyrë, mund të them, të eksploatimit të parezervë edhe të shkatërimit të tërësishëm dhe degradimit të ambientit dhe natyrës, për dhe hapësira për rreth, për çka dhe ka rezultuar që në rastin konkret, si rezultat i këtij aktiviteti kemi edhe 3 vdekje që kanë rezultuar më përpara, pasi që si tillë ky aktivitet u zhvilluar në tërësi pa kushte në raport me çështjen e sigurisë, sa i përket edhe personat që kanë punuar, po edhe persona të cilët i kanë frekuentuar këto hapësira për rreth. E pam, mund të them, një shkatërrim total të ambientit, e pam se çfarë lloj degradimi ka ndodhur aty, në njëjtën kohë e pam se çfarë rreziku është duke u kanos, jo vetëm në raport me çështjen e qytetarëve, por në raport vetë jetën e personave që punojnë në këto ambiente që janë të rrezikshme, pasi që edhe mija në këtë formë e Thëngjillit paraqet rrezik për shkak të toksinave që lëshohen me rastin e mijës saj. Pra unë mund të them që është dashur që të kemi një hetim të tillë. Unë menjëherë pas pranimit të raportit nga ana e policisë, përveç që kam filluar hetimet, theksova se kam vendosur që të lëshoj edhe masat e veçanta hetimore, me qëllim që të grumbullohen provat mbi bazën e cilave do të eliminohet çdo pengesë, por të njëjtën kohë do të eliminohet edhe çdo pretendim se si i tillë ky aktivitet zhvillohet një herë. Por na kemi vërtetuar se si i tillë ky aktivitet është duke u zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme dhe me përmbasa shumë të mëdha. A keni mbrime pas hetime kush janë pronarët e toka, qysh janë dhënë ato tek këta persona të cilët veç janë dyshum? Pasi që kanë filluar hetimet, një ndër objektivat të cilat e kam pas edhe me rastin e zhvillimit të hetimeve, ka qenë edhe çështja në raport me evidentimin e pronarëve të parcelave, për çka dhe kam dhënë autorizim për Policinë e Kosovës që nga ana e Agjencisë Kadastrale të Kosovës të nxirren gjitha certifikatat pronësore të pronave në të cilat është duke u zhvilluar ky aktivitet i kundërligjshëm penal. Ku në bashkëpunim me policinë, të njëjtën kohë edhe në koordinim me Agjencinë Kadastrale, kam pranuar gjitha certifikatat pronësore dhe kam evidentuar gjithë pronarët e pronave, të cilat është duke u zhvilluar aktiviteti i mijës së Thëngjillit. Por këtu është një pengesë tjetër. Është pengesë fakti se nga edhe rasti paraprak që e theksova se kam pas, mbi bazën e cilat mandej unë kam vepruar me qëllim që ta parandaloj për të kohë edhe ta stopoj si aktivitet të tillë, unë kam vërtetuar faktin se disa pronarë japin me qira pronat e tyre te këta persona dhe si kompenzim pranojnë ose Thëngjill, ose pranojnë mjete gjithsesi monetare, por nuk kanë kontrata formale të lidhura, por thjesht arrin një marrëveshje gojore mbi bazën e cilës pronari përfiton nga mjetet monetare të cilat i pranon pagesa mujore, në anën tjetër aty në atë pronë zhvillohet ky aktivitet ku gërmohet ju e pat
përmi 30-40 metra thellësi, rrezik permanent, në anën tjetër është një formë e veprimit me cilën degradohet në tërësi ambienti, është një formë e veprimit ku një pasuri natyrale shtetërore gërmohet, por të njëjtën kohë mënyra se si funksionon është po e zëm si me qujt në mënyrë të lehtëshme, pasi që aty gërmohet, grumbullohet, thahet, formsohet në format kubzave, edhe mandej shitet në tërë Kosovën. Pa është e lehtëshme me ushit, na e shohim në për tregjet ndryshme që shitet thëngjillit. Absolutikisht kjo formë e veprimtarisë është e kundërligjshme, është formë e cilën edhe rezultojnë elementet e veprës penale të tregtisë të ndaluar, pasi që mija e thëngjillit, po edhe shitja e saj është e ndaluar me ligj, rrjedhimisht përbën edhe elementet e veprës penale. Gjatë kësaj fazës sa keni kryer hetime, a keni mujt me vrejt se ku po shitet ky thëngjill? Po, na e kem përpos aspektet të hetimit në vendin se ku është bërë gërmimi, na kem trajtuar edhe çështën se ku është bërë pastaj distribuimi i thëngjillit. Ku e kem vërtetuar se si tillë ky thëngjill shitet në Vushtre, shitet në Mitrovic, shitet në Podujev, shitet në Prishtinë, shitet në Fushë Kosovë, shitet në tregjet në ditë caktuar ku rezultojnë se mohen tregjet nëpër qytete, në anën tjetër janë edhe lokacione ku në mënyrë aktive çdo ditë vendosen këto kamioneta, cilët edhe i patë se i kem sekuestruar në vendin e ngjarjes, cilat përdoren për transportimin e thëngjillit, edhe bëhet shitja e tyre nëpër gjithë Kosovën. Çfarë provash keni me faktu se i pam reagimet e tyne që ata thanë që na nuk kena punu, ose jena për herë të parë këtu, që është ndodhë zakonisht, a keni mri me siguru prova që me faktu se që ata eskavatorë cilët edhe nuk kenë vend ngjarjes, kanë punu dje ose ditëve ma heret? Po, unë si prokuror për një të kohë edhe mbi bazën një koordinimit të shkëlqyshëm me policinë, përveç që i kemi evidentuar për të parën herë se kur e kanë zhvilluar këtë aktivitet, që nuk ka qenë e para herë kur ata e kanë zhvilluar, por ne kur e kemi evidentuar, na e kemi leju që me vazhdu. Pra i kemi mund të them përmbi 7 apo 8 herë raste në cilat ne përmes masave të sheta të vëzhgimit dhe hetimit, gjithsesi masave të veçanta hetimore, ndërto edhe videoincizimin në vende publike, ku zhvillohet ky aktivitet, ku shihen eskavatorët, shihen kamionetat, shihen edhe kamion më të mëdha që bëjnë fillimisht mijen e thëngjillit, pastaj transportimin e tyre, pastaj vendosin e tyre nëpër me qujtë si hangar, në cilat vendoset tharja, prerja, coptimi, gjithsesi formësimi në format kubzave, edhe mandej shpërndarja tyre. Mas jeni edhe koordinator për mbrojtjen e ambientit, po du me të pyet, a ka mundësi që ai vend me u kthy në gjendjen që ka qenë? Unë në komunikim të cilën e kam pas edhe me Policinë e Kosovës, Departamentin e Krimeve të Rënda, gjithsesi shtetues që merren me këtë aktivitet me hetimin e këtyre rasteve të vepra penale, kam pas një diskutim të tillë që kam trajtuar edhe këtë çështje, se sa mund të bëhet rehabilitimi i damave të shkaktuara, ku në komunikim të cilën e kam pas edhe me Ministrinë Përkatëse, në njëjtën kohë edhe me Komisionin për Minera dhe Minerale, është mund të them gati e pamundshme që të bëhet rikuperimi i asaj pjese i damave që është shkaktuar. Jo e pat, aty ka vrima që shkojnë 30-40 metra. Nuk flasim për një vrim, flasim për 20-30 apo më shumë vrima, nga të cilat si tilla është bërë degradim i plot i asaj pjese. Jo vetëm i atyre pjesëve që e pam na, janë edhe pjesë më lart, janë edhe pjesë mbrapa asaj pjesës skuadrinës. Ka ndodhur kjo punë për shkak se kanë mungu sekuestrimet? Po dihet njëna ndër format kryesore në raport me çështjen e parandalimit, po edhe ndërprerjes së aktivitetet të tilla të kundërligjshme është edhe sekuestrimi i mjeteve me cilat zhvillohet ky aktivitet. Unë menjëherë nga ana e gjykatës, sepse tani më dolçoi urdhat e përkohshëm ndalimit në raport me çështjen e sekuestrimit të mjeteve, të cilat kemi rezultuar se i kemi evidentuar në vend ngjarjes. Në njëjtën kohë, jo vetëm ato mjete, na i kemi të evidentuar edhe disa mjete të tjera, cilat ju e pa që nuk janë adet në vendin e ngjarjes, por që si tilla na do të veprojmë dhe do t'i gjejmë edhe ato mjete, edhe ato do të sekuestrohen, sepse i kemi të evidentuar, pasi që ju e dini format e sekuestrimit janë veprime finale pas
ndërmarrjes gjitha veprimave hetimore. Pra në rastin konkret çështja e sekuestrimit ka qenë ajo kurora e veprimeve hetimore, me cilat na kem tentuar që të sigurohet që ky aktivitet të parandalohet dhe mos zhvillohet më. Unë si koordinator i këtyre veprave penale kam edhe përgjegjësi për të kam marrë edhe obligim që nëse është e nevojshme, çdo të dytën ditë do të dërgohet një njësi që të vëzhgojë se apo zhvillohet ky aktivitet prapë. Pra na nuk kena me ndalë, na nuk kena me leju që aktivitet mos i tillë mu zhvillu në qytetet tona. Sa persona janë arrestuar që ka është sekuestruar sot prej makinerisë? Fillimisht janë arrestuar 6 persona, pasi që siç e pata në vend ngjarjes njëri prej personave i cili ka qenë në kamionet me person tjetër, ai ka arritur që të ikë, që është larguar, pasi që ka kërcyer nga kamioneta dhe është larguar. Pastaj ai person është vetë dorëzuar, mandej kem rezultuar në evidentimin e një personi tjetër. Pra fillimisht e kem pas 6, pastaj kem arritur që të evidentojmë edhe 2, pra 8 persona. Prej tyre 3 persona janë persona të cilët e kanë zhvilluar aktivitetin. Pra janë persona të cilët kanë bërë mirën, por janë edhe kontraktues persona të tjerë të cilët ju kanë ndihmuar këtyre persona që me realizu këto. Sepse ju e pat aty është përdorur edhe me makineri për vetëm pjesën e parë të heqjes së zhavorit deri në rezultimin e pjesës së thëngjillit, mandej ka ardhur makineria tjetër e cila është përdorur si më e përshtatshme, por edhe makineri më e rëndë për me bërë prerjen e thëngjillit.